Besimtarët nderuar, në këtë hutbe do të tregojmë një hadithi kutsi që transmeton Ebi Musa, se ka thonë pejgamberi i Allahut, që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, idha qubida waladul abdi qala wallahu a'lamu bima qala al abd. Kur Allahu ja merr dikujna evladin nga kjo botë, e cila është stoli dhe kënaqësi e kësaj bote, thot Allahu e din se çka thot robi. Edhe Allahu azza wa jalla i pyet, yes'alullahu al-malaika, i pyet Allahu melaqet dhe i thot, a ja morët shpirtin filanit, djalit të filanit, vajzës së filanit? Melaqet e Allahut i thojnë Allahut, po Zot. E Allahu i pyet melaqet dhe i thot, Allahu e din çka thojnë, por komunikimi i Allahut me melaqet është për më na dhënë neve një mesazh. E i tha, çka tha robi kur një marra frytin, ja marra loçkën e zemrës, ja marra evladin nga kjo jetë, në ditët më të mira, melaqet i thojnë Allahut, ja Rabb, o Allah, ata Rabb, ty të falenderun, o stërgja është të rikthyn ty dhe thanë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thanë, jemi prej Allahut dhe tek Allahu kthehemi. Edhe të falenderun o Zot, por edhe të rikthyn ty o Zot, ata të cilët ja more kënaqësinë e zemrës më të madhe të kësaj jete. I tha Allahu subhanahu wa taala, ju thot ja morët frytin e zemrës njerëzve, besimtarve, nanës dhe babës, ja morët evladin, edhe ata më falenderuan mu, edhe pastaj u rikthyn tek unë, i than po Zot. Allahu i urdhon melaqet dhe i thot, ndërtonjani ka një shtëpi me emrin Beitul Hamd, ka një shtëpi në xhenet. Këtynve që bajnë sabër, kur Allahu ta merr evladin, senin më të dashur të jetës. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sot thojmë inna lillah, prej Allahut jemi dhe tek Allahu kthehemi, dhe këtë na kenu më kthy tek Allahu. Do të shfrytëzu në këtë ditë xumaje një lutje të veçantë për ata që hupën antarët e familjes me në rastin e fatkeqësisë në rrugë Tetov Gostivar, në rrugë Shkup Gostivar. Por një sen duhet me ditë, kjo është kaderi Allahut. Allahu kur don të krijon, Allahu kur don të merr. Dhe thot Zoti në Kur'an, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ne çdo sen e kemi krijuar me përcaktim. Obligimi jonë është, neve na dhem zemra gjithëve. Në këtë tragjedi 15 vjet, 14 apo 15 deri tash kanë ndruar jetë. Ata janë të cilët kanë qenë në punë dhe janë nisë me shku në shtëpijat e tyre. Thamë më herët, shtëpia dynjas është shtëpia e përhershme. Ata janë nisë për shtëpinë e tyre. Allah i ka marrë në shtëpijat e përhershme. Ne du të bëhemi gati. Nuk e dim, ata janë nisë për në shtëpi. Allah i ka marrë në shtëpijat e tyre. E lutim Zotin në shtëpijat e tyre të shtëpijat e xhennetit. Sot është momenti që ne të bëjmë dua për familjarët e tyre, që Allahu t'ia shton sabrin dhe durimin. E të vdekurve që kanë thonë shahadetin, Allahu t'ia u bën nasib xhenetin dhe varrin e tyre nga bavçet e xhenetit. O vëllezër, jeta ka sprova dhe ka të mira, prandaj Islami është falënderim dhe Islami është durim. Kur të vinë të mirat, falënderon Allahun, kur sprovohesh, ban sabër dhe shpërblehesh te Allahu. Prandaj kjo është një mërzi për gjithë ne. Vdekja nuk të pyet ty kur po don ti me vdek, por vdekja është kur don Allahu të merr, dhe në çfarë do kohë të merr, dhe në çfarë do forme të merr. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. As një sekondë se në shtyn më para as më mas. Ata janë nisur për në shtëpinë e përkohshme, Allah i ka marrë në shtëpinë e përhershme. Dini se gjërat nuk ndodhin pa vullnetin dhe dëshirën e Zotit. Prandaj ky është caktimi premi Allahut. Është dëshira absolute e Allahut në çat kohë dhe në çat vend. Disa djem postojnë, jo kjo është prej shërbimeve, e kanë montuar se ata duhet me vdek aty. Vdekja është në dorë të Zotit. Prandaj e lus gjithë muslimanët, mos postojnë fjalë boshe, fjalë të kota, mos luajnë me ndjenjat e familjarëve se mu pas bë kështu i zhba ashtu, e kanë shërby këto, i kanë shërby shërbimet e Rusisë, se kundër NATO, se ku do diune. Po këto janë fjalë të shejtanit.
E jona fjala muslimani duhet të jetë me thonë o Allah, lecoja udhim të në familjarëve të tyre dhe bani javështoja sabrin dhe bani ata të vdekurit tanë nga banorët e xhenetit. Prandaj gjërat nuk ndodhin, edhe një herë thash pa vullnetin e Zotit. Populli jon edhe në këtë rast e tregoj se populli jon është human, është solidar, edhe fshatarët e fshatit do thotë që ka qenë aty në Llaskars e kanë ndihmuar në momentin më të vështirë, në momentin kur kanë pas nevojë për ndihmë, me gjithë fuqinë e tyre, se imani i tyre i ka shtimin ndihmu. Ata i kanë bajt me 5-6 veta në kerr dhe i kanë çu. A dhe çka është me vërtet? Muslimani hirurg 27 orë nuk del nga salla e operacionit. Se është emanet mi dal vëllezërve tu në ndihmë. E lutim Allahun që Allahun neve dhe juve, Allahu na jep jetë të lumtur në këtë botë, të vdekurve Allahi t'ia ban nasib xhenetin, familjarëve sabrin. Në këtë ditë xumaje shfrytëzojmë edhe një herë në këtë kohë, këtë moment kur pranohen lutjet, edhe një herë me sinqeritet, me lutje të thella nga zemrat tona, e lutim Allahun që t'ja u largon brengat dhe sprovën, këtë sprovë që ta përballojnë me sabër dhe me durim, e Allahi t'i shpërblen me xhennet atë që bëjnë sabër, dhe ata të vdekurit Allahi me xhennet